Одлуката на Уставниот суд за враќање на некои стари имиња на улици во Тетово, променети во 2006-та, според градоначалникот Било Касами е само административна одлука, бидејќи според него ДУИ завршила половична работа. Gjykata kushtetuese ka bërë një punë, do kisha thënë administrative, ata emrat rrugëve kam përmend edhe nga komuna është theksuar që asnjëherë nuk kanë qenë në përdorim zyrtar, i ka përdorur vetëm komuna dhe institucionet e saj, pra edhe si në shumë raste tjera, më herët këtë rast konkretisht Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë punë gjysmake, të cilat pastaj janë kontestuar nga gjykata kushtetuese. Ne kemi nisur një proces gjithëpërfshirës të emërtimit të gjitha rrugëve në qytetin e Tetovës, me shka në rrugë ligjore, këta rrugë do të mbeten. ДУИ пред неколку дена рекоа дека одлуката на Уставниот суд е политичка, додека имињата на улиците во Тетово ги смени Badenter. Nuk mund të ndryshohet nga kërkesa e një shoqate e cila ka vendosur të ngreje iniciativë në gjykatën kushtetuese mbi baza emocionale e jugo-nostalgjike. Ajo që na shqetëson neve si përfaqësues të popullit është fakti se gjykata kushtetuese ka marrë vendim të gabuar mbi gjendje faktike të gabuar e jo të vërtetuar. Kjo edhe njëherë e dëshmon faktin se gjykata kushtetuese sillet si organ parapolitik, e jo si organ i pavarur në shërbim të kushtetutës dhe qytetarëve të saj. Ne jemi të bindur se vendimet që janë marrë në kohën kur BDI ka udhëhequr me institucionet janë marrë konform ligjeve dhe vullnetit të qytetarëve me përgjegjësi të plot politike. Името на главниот град и 10 улици на Тетово променети пред 19 години ризикува да се вратат имиња од комунистичкиот период, откако Уставниот суд отворил постапка под сомнение дека Советот на општина Тетово ги променил без согласност на владата. Прашањето е нејасно со години, бидејќи Министерството за внатрешни работи и Централниот регистар не ги внесе промените во систем, додека имињата беа одразени само во општинските табли и документи. Доколку одлуката биде поништена, плоштадот Илирија би можел да се врати во Маршал Тито, а улицата Дервиш Цара во кратенката ЈНА, како и други улици.